Mirëmbrëma dhe mirë se vini drejt për drejt, uroj dhe shpresoj të keni marrë një ditë të mbarë të qetë. Jemi live në Planet Televizion në një ditë të puntat të Phone Book nga ana të premte. Takohemi sot për të folur për gjakmarrjen, një fenomen i cili ka marrë po ashtu her pas here vëmendje edhe në këtë transmetim të drejtpërdrejtë sa ka pasur ngjarje, aktivitete apo nisma nga zotërit nderuar apo instancat përkatëse. Jam me zotërit nderuar mik i emisionit, i imi por edhe juaj, por mbi të gjitha mik i kauzës së madhe të gjakmarrjes me zotin Akim Loci, drejtor ekzekutiv i shtëpisë së drejtësisë dhe pajtimit kombëtar. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni gjithmonë i gatshëm për Phone Book në këtë ekran në televizionin ton. Ka pasur një konferencë nga zotit Loci, po ashtu ka pasur aktivitete jo vetëm në Shqipëri, por edhe përtej oqeanit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithandaj flitet për gjakmarrjen, një fenomen ende prezent apo që është drejtëshuarjes. Shifrat edhe pajtimet e zotit Loci janë të konsiderueshme dhe pozitive. Ju kujtojmë të mi që tani më kemi një faqe zyrtare në Facebook, facebook.com/emisioni Phone Book, kanali komentet e para, të cilët i lexojmë zotin Loci pak çaste më vonë. Edhe ju mund të jepni like në çdo moment të komentoni nëse dëshironi të jepni mendimin tuaj qytetar për sa i përket fenomenit të gjakmarrjes. Po ashtu edhe 23 Do të ndjekim një set e më pas do të nisim me një bisedën për të folur për gjakmarrjen ende prezente apo drejtëshuarjes. Faleminderit. Duket si një anakronizëm i vërtet ku në kohën që Shqipëria sot në është pjesë e NATO-s, si edhe prej të bëhet pjesë e familjes së Bashkimit Evropian, të ngujuarit e gjakut vazhdojnë të qëndrojnë pa dalë nga shtëpit me frikën e sërisë së frikshme të vrasjeve. Fatkeqësisht në vendin tonë forca e traditës së ershme mposh forcën e ligjit. Jemi dëshmitar të shumë të vrasjeve në emër të gjakmarrjes, që çdo ditë më shumë qëndron mbi kokat e të pafajshmëve, të cilët për shkak të krimeve të afërmëve të tyre ekzekutohen, duke shtuar kështu rrugën e vrasjeve pafund. Megjithëse sensibilitetet publike dhe mediatike përsëri në emër të kanunit merren jetë njerëzish pa marrë parasysh se ku po shkohet. Ja shkelur me të dyja këmbët traditat, ligjet, të cilat bëhen dhe nuk zbatohen. Është luetur dhe vazhdon të luhet me dinjitetin e shqiptarit që nuk e meriton të pushtojë për keq faqet e gazetave apo ekranet ndërkombëtare. Po thedhohet e ndegur për të pasur më shumë garanci në jetën shoqërore, sepse po luhet me fatin e të pambrojturve. Janë krijuar shumë organizata të shoqërisë civile të cilat mundohen të luajnë sadopak rolin e ndërmjetësit për të ndikuar në frenimin e fenomenit të gjakmarrjes. Nga ana tjetër, ka pasur dhe vullnet shtetëror për të bërë maksimumin e mundshëm. Brenda viteve të tranzicionit të pafund, gjakmarrja qëndron këmbkryq me gjithçka. Ky fenomen paramesjetar shqiptare shoqëror është futur në jetën shqiptare dhe ka mbetur në veprim aktiv, i nxitur nga forca e kanunit. Në shumë raste, përveç zbatimit të kanunit, për konfliktet e vjetra shkak është bërë po bëhen edhe abuzimet e drejtësisë në moszbatimin e ligjit në vendimet që japin. Acarimi konflikteve dhe padrejësive të krijuara si edhe përdorimin e dhunës, mandej çështja precipiton në vetgjyqësi. Për këtë marrëzi zakonore shqiptare vritet vëllai, prindi, fëmia, komshiu, i afërmi familjes e të tjerë. Në këto 20 vitet e fundit është bërë gjithmonë më shpesh emigrimi marrësorëve shqiptar që baktisin shtëpit, stane dhe baktit e tyre në rajonin verior, në kërkim të punës dhe të paqes, mbi të gjitha të paqes. Nga viti 99 deri më sot janë me mira persona që janë vrarë dhe të shumë fëmijë të cilët si rezultate e ngujimit kanë mbetur analfabet. Kanoni i famshëm i traditave shqiptare mbulon me rregulla të gjitha aspektet e jetës. Madje e perifrazuar me gjaku duhet paguhet me gjak. Mirë, pami dhe imazhe të cilat nuk na pëlqejnë, por sigurisht nga viti në vit në këtë tranzicion të zgjatur, vite ku ka pasur dominancë të gjakmarrjes, e tani më ku kemi lajme pozitive. Jo më kam kamtuar zotin Akim Loci, i cili është drejtor ekzekutiv i Institutit Shtëpia e Drejtësisë dhe Pajtimit Kombëtar, kanë pasur edhe një ballafaqim me media, një konferencë ku kanë bërë një raport vjetor për atë çfarë lan pas në 2011-ën, që mund ta quajmë pa frikë një vit të mbar, ndryshe nga vitet e tjera ka pasur nisma pozitive nga ana juaj zotin Loci. Patjetër, siç e kam deklaruar edhe në media të tjera, ka qenë një vit i mbar 2011 apo dhe i mbar ka filluar viti 2012 që kam cilësuar vitin e paqes dhe të pajtimit. Pra po punojmë të gjithë në terren, në analizën tonë kemi dalë në pa puna jonë, emisionarëve, koordinatorët, janë bërë raportimet dhe themi që kemi arritur suksese. Sigurisht me koordinimin e misionarëve, ata të cilët janë në terren, ju vetë e lini her pas here zyrat e Tiranës dhe shkoni në çdo qytet të Shqipërisë për të ndjekur çështjet e pajtimit. Vërtet ajo që unë nisë për një vizitë në SBA, pas kthimit kisha lënë vetëm 3 ditë pas kthimit nga Shtetet Bashkuara Amerikës, mbledha asamblen kombëtare, analizën e punës për të parë nga afër proceset e pajtimit që janë lënë në vazhdimsi. Dhe puna është ka ecur edhe përse unë kam qenë larg nga ky vend,
Dhe jemi në prag të dy pajtimeve, të them që në fund të javës do arrijemi. Po kemi 43 procese pajtimi, të cilët janë në vazhdimsi. Ne po të shikojmë zotin Loci sepse her pas here media është shkruar sigurisht që për Çon Lamin ka pasur raste që edhe është abuzuar me shifra, madje edhe me ndërkombëtare ne her pas here edhe në studio kemi diskutuar që abuzohet me shifrat. Mund ta themi zyrtarisht që kanë protagonistë si ka qenë për shembull me shifra dhe korrektisht për të qenë korrekt me të dhënat tuaj, por edhe me ata që na ndjekin. Si kanë shkuar afërsisht edhe themi nëse nuk në analizën që janë lënë detyrë koordinatorët dhe misionarëve, janë duke përfunduar shifrat reale, emërore, lista emërore, dhe them që me shifrat është abuzuar goxha duke dhënë shifra më shumë, më tepër nuk e arrit dot. Pra siç ka qenë rasti, të bëhet një kaos i madh social. Corriere della Sera, e cila unë e kam përgjithësuar atë gazetë. Pra duhet të flas që edhe është abuzuar duke përdorur, nuk e as arrit dot ta kuptoj që cilit i intereson që të flasim kundër këtij kombi. Pra unë mendoj që shifrat realisht këto vite të fundit kanë ardhur në rënje goxha dhe unë them që gjakmarrja është drejt shurjes. Pra duhen vite, duhet punë. Ky institut ka një strategji 50-vjeçare, e cila them që shumë shpejt do arrihet që mos të përmendet fjala më gjakmarrja. Se është tepër e rëndë, të paktën jemi në prag të marrjes statusit për kandidat. Që edhe aty rekomandimet janë të rëndësishme. Ky institut është pjesë e duhet rekomandimit të BE-s. Siç të japim një vëmendje pak më vonë zotë Loci, ka mbritur një telefonat në studio, alo mi mbrëma. Alo? E ka është larguar, okay. Mirë, faleminderit kushdo që kishte dëshirën të vinte, më njëherë më pas do të lexoj disa komente, kanë ardhur miq e parë në facebook.com/emisioni.book. Do të kërkoja edhe nga regjia pse jo të shikoni disa foto. Zotin Locin e kishim për pak në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e rikthyem në Tiranë, do të na ikë sërish andej, se sa duket vëmendja për gjakmarrje nuk është vetëm e jona, por edhe shqiptarëve që jetojnë andej apo edhe mekanizmave të rëndësishëm, si motra e vëllezër me institutin tuaj apo jo. Ja, shohim në plazmën që unë kam këtu në studio, shohim një atmosferë të dominuar me kuqezi apo jo. Ishte një darkë e madhe shtuar nga organizata e Xholulit, të cilët ishte i ftuar i nderit aty. Morën fjalën pra pas priftit dëm Pjetër Popajt, pastaj ka marrë fjalën unë, duke folur gjithmonë aty kam parë me vërtet një bashkim të madh të shqiptarëve që shkojnë shumë mirë bashkë, festuam këtë festë. Besoj se janë ndjeruar në këtë ambient, janë ndjer sikur të thonë në Shqipëri duket tamam si në Shqipëri. Ne ishim në New York në këtë festë të madhe, që ishin afërsisht 500 të ftuar aty, ishin gjithë organizatat bashkë. Pra isha në një tovërim me doktor John Buçaj, të cilin diskutuam për shumë gjëra dhe me të vërtetë biseda shkoi goxha mirë. Pra takimet ishin të vazhdueshme, qoftë edhe me konsulin e përgjithshëm pra shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, zotin Dretar Mishta, bëm takime të tjera të lloj të ndryshëm, sepse ky institut hapi dekën zyrtarisht në New York, të përfaqësuar nga zoti Rokniçke. Dhe ky është lajmi, një nga ato kuriozitet pse vendosa ta kem zotin Loci sërish në studio është sepse nuk kemi vetëm dekë në Shqipëri, por edhe për te Atlantikut. Ka një telefonat, nëse është në studio, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët zotri, faleminderit. Ju falenderoj shumë për misionin, është një mision zakonisht i domosdoshëm për popullin. Po, desha të flas për dy familje të cilat janë gjatë. Ju e keni dëgjuar histori? Dhe shtafa. Që është nga viti 105 dhe deri në sot, nuk ka shtabet asnjë lloj pajtimi, asnjë lloj marrëveshje. Çfarë mund të na thotë zoti Loci për të, nëse është ndjeri për të lloj gjakmarrje e cila është jashtëzakonisht e trishtueshme me çast në Milot. Në Milot, atëherë unë qoftë ju para vesh mund ta flisi për të. Atëherë unë nuk e di konkretisht, unë jam vetë nga Fushkura, në një fshat. E përshëndesim zotrin, faleminderit për telefonatën. Quhet fshati Laushk, i them zotrisë të cilët unë kam një zyrë, kam dhe degët për sa i përket në gjithë Shqipërinë, unë si rast e kam dëgjuar, por i bëj një thirrje, jo vetëm që sapo telefonoj dhe falenderoj për telefonatën, po gjithë shqiptarët le të drejtohen, do gjenë në shtetin e duar ndërhyrjen e mënyrshme të këtij institutit, me misionarët, me burrat e urtë, themi ne, të cilët do ndërhyjnë më një herë aty duke parë gjithmonë situatën, pra pas një kërkesë ndërmjetësimi që bëhet pranë këtij instituti. Ja tregojmë adresën gjithë ato që na ndjekin ku është instituti për ta bërë korrekt. Po patjetër mund të thoni adresën e saktë të institutit. Unë njoh Zefkolën që është në Milot, kemi burra plot
them edhe nga fushkruja të cilët mund ndërhyjnë më njëherë, por gjithmonë duke parë pra nga afër situatën dhe duke çuar ato njerëz të cilët hat fjala. Pra kushdo që është investuar për këtë rast, që me patjetër të marrë vëmendjen deri nesër janë të mirëpritur të vinë të flasim konkretisht nga afër, të bisedojmë dhe të fillojmë ndërmjetësimin. Shkojmë pak në Facebook, Eliseta thotë gjakmarrja është një fenomen tashmë në Shqipëri, faktikisht është ende i pranishëm dhe vazhdohet marrja jetëve të pafajshme, fëmijë të ngujuar, një plagë e hapur e shoqërisë sonë. Në vendet e thella kuptohet që është më i përhapur, edhe sot që flasim, vazhdojnë të jetë protagonist. Unë pyet fëmijët e mi se si e vlerësojnë faljen si një akt i rëndësishëm human. Faljen thotë e shikoj si një gjë shumë human dhe që duhet të ekzistojë, madje për të mbyllur atë plagë dhe njerëzit jetojnë të qetë. Respekte dhe urime për emisionin. Faleminderit për komentin, për të shkruar tek Ana, tjetër zonja Zënjush e nderuar, thotë gjakmarrja mendoj se është akoma pjesë e shoqërisë sonë, por me kalimin e viteve mendoj se do të zbehet. Falja e gjakut është një akt shumë fisnik dhe është e vërtet për të vlerësuar nga ana atyre që e bëjnë, tregojnë që s'janë as pak gjakmarrës, megjithatë nuk është e lehtë të falësh dikë për një gjë të vogël e jo më për diçka të madhe. Shpresoj që të gjithë jetojnë në paqe me njëri tjetrin. Ju përshëndes. Përshëndesim edhe ne. Faleminderit për komentin në Facebook. E rëndësishme, falja si një moment i punës suaj, jo vetëm si kurorëzimi i punës suaj, por kam përshtypjen që edhe shumë fisnik e human. Të them të vërtetën, nuk është mirë të flas për veten apo konkretisht për këtë institut, i cili unë jam bashkë me ato, asnjëherë nuk them që jam unë, po jemi të gjithë ne së bashku, të gjithë për mua janë misionarë, ato që çojnë një fjalë të mirë dhe e vlerësoj shumë. Unë kam parë një vlerësim edhe një mbështetje të madhe nga shqiptarët e Amerikës, të cilët kishin dëgjuar. Do të shohim sërish foto të tjera kishin dëgjuar nga shqiptarët e Amerikës, të cilët me sa duket janë këtu jemi në një foto me Smish. Po me Smish jam me Don Pieter Popajn, pra është prifti i zonës Shkodrës. Ju me flamurin e patjetër, me zotin Shkreli, një organizatë shqiptar-amerikane, dhe me zotin John Buçaj, është kryetari i shoqatës Vatra. Ka pasur në moment të vlerësimit nderimit se shoh një patjetër është një çmim zotit Don Pieter Popajt për punën e mirë të traditës shqiptare dhe njëkohësisht për bashkimin e gjithë shqiptarëve. Një recim në një tjetër foto për të kuptuar ato çfarë ka ndodhur në këtë aktivitet pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, specifikisht ishim në New York. Në New York kemi qenë. Këtu më pëlqeu shumë, ishte një pamje e jashtëzakonshme e ngritjes së malësisë së vitit 1911. Kjo ishte një fjalë festa. Mund ta luajmë ndërkohë regjat, mos stopohemi vetëm në këtë foto. Kjo është organizata e Xholulit, malësisë, ngritja e malësisë madhe. Ja ku shohim sërish flamur shqiptar, shohim sërish të Volena, këtu jam me njerëz të tjerë të nderuar. Po bashkë me koordinatorin zotin Roknicke, i cili është në Mountain. Këtu jemi me organizatat të tjera, të cilët janë Avni Mustafaj. Pa e mashkuar të nderuar fisnik në punën e tyre që mbërën në fort. Ato ishin të gjithë bashkë dhe sinqerisht e ndjenin veten të gjithë së bashku. Dhe kam parë jo më fjalë siç ashtu në Shqipëri dhe vazhdon të jetë e çuditshme, që shumë organizata në vend të bashkëpunen bën shumë çanë dhe egoistë të tjerë. Atje punojnë, bashkëpunojnë, janë të gjithë bashkë. Sinqerisht u ndjeva më mirë, është një shembull i cili duhet marrë edhe nga ne, që të jemi gjithë bashkë, sidomos për misionin e paqes. Pra jam tepër i vlerësuar, një pritje, një ngrohtësi e madhe, e cila është me të vërtetë për unë është një diçka e paharrueshme. Dhe ftesa e menjëhershme e zotit John Buçaj, ku unë isha i ftuar pra me të volin me të, ishte kënaqësi, është kënaqësi tha që ti jesh në festën e 100 vjetorit të organizatës Vatra dhe 100 vjetorin e pavarësisë. Që jemi të ftuar pra me datë 28 dhe 29, unë do ndodhem në New York për festën e tyre. Dhe thënë çfarë bukur që edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës shqiptarët që janë atje kuptohet, e kanë dëshmërinë ndaj gjakmarrjes. Patjetër edhe si problem, nuk është kaq sapo kam ardhur në Amerikë që shkova, sapo kam zbritur kam marrë një kërkesë ndërmjetësimi nga Shkodra ishin ato, po njëkohësisht jam edhe i ftuar nga miqtë të Tafmit për një ndërmjetësim goxha të madh mes tre komuniteteve
fetarët në Detroit. Që jetojnë atje, që të kuptojmë edhe me ata që na ndjekin, nuk flasim për raste bajtimi në Shqipëri, por në SBA. Shpresoj që të gjithë së bashku, kam duke pas dhe një mbështetje të madhe nga shqiptarët e diasporës, do arrit të punoj tamam për paqen dhe për bashkimin e shqiptarëve. Jam curios që misioni im. Këto janë zot Loci histori të mbartura nga Shqipëria që vazhdojnë andej apo kanë lindur në SBA? Aty ka edhe të mbartura nga Shqipëria, pra plagë të vjetra, ka edhe aty të momentit, por nuk është e theksuar. Pra unë më shumë hapja kësaj tege se nuk jemi vetëm të pavarësisht primarja e gjakmarrja, po jemi për drejtat e njerëzit, barazia gjinore, janë shumë pika të tjera statut të cilat ky institut i ndjek pra. Më shumë në emrin e institutit do thotë duke parë dhe duke të studiuar problematikën që nga vjen këto konflikte, nga vjen kjo gjakmarrja e cila don goxha punë dhe mund për të shuruar këtë plagë të thellë të shoqërisë shqiptare.